Ortodoksët, katolikët dhe ungjillorët festojnë këtë vit në të njëjtën ditë Pashkën, festën më të rëndësishme në besimin e krishterë. Me përshëndetjen Krishti u ngjall, besimtarët kujtuan ngjalljen e Krishtit 3 ditë pasi ai u kryqëzua. Mesnata e gjeti besimtarët ortodoks dhe ata katolik në katedralet e kryeqytetit për të festuar Pashkën. Me urimin Krishti u ngjall, besimtarë të shumtë ortodoks u mblodhën në katedrale në qendër të Tiranës, ku ndoqën meshën e drejtuar nga kryepiskopi i Zot Joani, i cili përcolli mesazhe shprese. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë gëzim, sepse vetëm duke përjetuar në jetën tonë dritën çliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet e të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne kemi sigurinë se dashuria e tij është me forcë urrejtja, jeta në të me forcë vdekja, dhe se shpresa jo në Krishtin është me forcë e dëshpërimit. Mesha e shenjtë u mbaj gjithashtu edhe në katedralen katolike të Shëmpalit, e cila u drejtua nga arqipeshkvi i Zot Arian Doda. Në lutjen e tij përpara besimtarëve u lut për një të ardhme më të mirë. Lajmi i ringjalljes së Krishtit të përhapet të therë dhe në vendin tonë, në çdo kontekst të shoqërisë shqiptare, me këngën e gëzueshme të Alelus. Ta këndojmë veçanërisht me zemër dhe me jetë, pa tharmin e vjetër të natyrës së korruptuar, duke kërkuar të jemi më të thjeshtë, duke pasur kurajon të riedukohemi dhe të edukojmë tek jeta e virtytshme dhe plot veprat e mira. Besimtarët katolik dhe ortodoks përcollën urimet e tyre për begati në familjet e tyre. Gëzuar Pashkët të gjithë ata që besojnë në Krisht. Pashkë të bekore për të gjithë, shëndet, mbarësi dhe paqe. Pas përfundimit të meshave, besimtarët ju drejtuan shtëpive të tyre me dritën e qererit si një simbol i shpresës dhe ringjalljes. Gëzuar, shëndet, mbarësi, lumturi për të gjithë. Mbarësi, paqe, begati dhe sa më shumë dashuri me njëri tjetrin. Pashka shënon ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit dhe rikthimin e shpresës për njerëzimin.